Vllaznia ka zyrtarizuar një tjetër përforcim në merkaton e verës, duke siguruar shërbimet e sulmuesit venezuelian Daniel Alejandro Perez Cordova, i cili ka firmosur një kontratë 2 vjeçare me klubin Kuqeblu. Perez ka mbërritur në Shkodër me një eksperiencë të rëndësishme në futbollin evropian, pasi gjatë karrierës së tij ka qenë pjesë e klubeve si Club Brugge, Ostende Lokeren dhe Nea Salamis, ndërsa ka përfaqësuar edhe kombëtarët e moshave të Venezuelës. Ai konsiderohet një futbollist me forcë fizike, lëvizshmëri dhe instinkt për golin, karakteristika që trajneri Edi Martini ka kërkuar për repartin ofensiv. Në njoftimin zyrtar të klubit thuhet Daniel Perez është Kuqeblu, eksperiencë europiane, fuqi në sulm, ambicie për gola. 24 vjeçari ka firmosur kontratë 2 vjeçare me klubin e futbollit Vllaznia. Mirë se vjen në Shkodër Daniel, tash fol me gola. Me këtë afrim Vllaznia synon të rrisë konkurrencën në repartin ofensiv për sezonin e ri, ku objektivat janë maksimale si në kampionat, ashtu edhe në arenën europiane. Tashmë mbetet për të parë se sa shpejt sulmuesi nga Venezuela do të përshtatet me ekipin dhe do të nisë të jap kontributin e tij me fanellën Kuqeblu.